Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesor Skergji Pritin, një ndër eminencat e gastroenterologjisë, shefi i shërbimit të endoskopisë për më shumë se 30 vjet, një drejtues në mënyrë të vazhdueshme në pavion si zëvendësshef permanent, dhe këtë do duhet ta specifikojmë dhe ta detajojmë, dhe në mënyrë pa diskutuar profesor që kanë nxjerrë breza me radhë të studentëve në Universitetin e Mjekësisë. Përshëndetje profesor, dhe shumë kënaqësi që ju kam ftuar. Shumë faleminderit që më ftuat. Në fakt, në prezantimin tuaj ka shumë për të thënë. Janë jo vetëm thjesht pozicione, por është një punë e madhe e ndërtuar ndër vite në një shërbim po ashtu të rëndësishëm, ku ju keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Edhe në fakt, profesor, pyetja ime e parë që do doja t'ju bëja është, përpara se sa të nisi ky rrugtim i gjatë, si ka qenë ai hapi i parë i të zgjedhurit të mjekësisë, e më vonë pastaj që ka vjuar edhe në specialitetin tuaj. Shiko, unë e kam edhe herë tjerë, kur edhe në biseda midis miqsh që është bërë kjo pyetje, kam thënë që unë në mjekësi jam pothuajse rastësisht. Ajo që më bëri mua dhe prindët e mi, sepse ne jemi student, unë jam maturat 80. Kështu që bëhet fjalë për një brez në të cilin në shkolla kërkohesh me kërkesë, me notë mesatare, ku ata që zgjedhin paradishin medaljet. Dhe unë humba medaljen për një 9, që nga klasa e parë deri në maturë unë i kisha gjitha 10. Një 9 në fund ma bëri zyshe matematikës. Që nuk donte. Dhe sot që e shoh me një vështrim mbrapa, mendoj që s'është që e kisha shumë gabim. Si isha 10 unë në matematikë, si isha 10. Unë jam shumë i mirë në llogarira në gjëra. Po nuk, domethënë, nuk isha unë ai njeriu që i isha 10 absolute në matematikë. Ndërkohë plot të tjerë morën dhe medaljet, unë jo. Dhe që atyre morën matematikën urrejtet plot. Dhe kur diskutuam të gjitha degët e shkencave në të cilat unë mund të shkoja, thash të shkojmë biologji. Ndërkohë unë doja biologjinë. Unë kam lexuar shumë. Unë kam filluar të lexoj që 5 vjeç. Në moshën 7-8 vjeç unë kisha lexuar çdo lloj libri që mund të ishte për grup moshën time. Dhe ndërkohë lexoja edhe biologji, lexoja Charles Darwinin, edhe gjëra të tjera. Pastaj lindi ideja e mjekësisë. Dhe ideja e mjekësisë pastaj doli edhe si një mendim ose një ide në subconscient. Pse? Mbasi jam lindur unë, ne jetonim në rrugën e Durrësit. Rrugën e Durrësit që ekziston dhe sot. Rruga e Durrësit në atë kohë ishte ambasada kubane, që sot është ambasada e Vatikanit. Dhe gjitha e blok pallatesh që u bë në vitet 50-60, ishte gjithë inteligjenca e Shqipërisë, e Tiranës praktikisht. Dhe ne ishim në katë të fundit ballë për ballë me profesor Ylli Pop. Dhe katë i fundit, dyert ballë për ballë, s'mbylleshin asnjëherë. Praktikisht unë dhe goca e Yllit, Korina, që e përshëndes, hynim e dilnim nga shtëpia e njëri tjetrit sikur ishte e njëjta shtëpi, si në ato familjet patriarkale që të gjithë fëmijët rriten bashkë. Dhe Ylli ishte kardiolog, në atë kohë një super talent, një nga themeluesit e mjekësisë interne, propedeutikës shqiptare dhe kardiologjisë shqiptare. Dhe babai tim i thoshte, këtë s'ka të ne bëjmë doktor. Sepse më mbante mua aty afër. Ndërkohë ai s'kishte djalë, kishte vetëm Korinën, vajzën. Edhe më mbante aty të bëjmë doktor. Po kjo gjë ishte harruar ndërkohë. Kështu që unë përfundova për t'u largu fizikës, matematikës e këtyre gjërave të tjera në fakultet mjekësisë. Ky ishte edhe arsye që pas atë ndjeva vetëm mirë. Pata një çik vështirësi vitet e para. Si ka vijuar më pas aty? Aty shkoj mirë, shiko. Ne si student vuajtim, besoj dhe juve, si e kishim ato 2 vjet e para me shkencët e natyrës,
Po ne kemi pas pedagog shumë të ëmbël dhe shumë të mirë atëherë. Në një plan shumë kërkues, po në planin tjetër gjeneros, me zemër. Jo, falni për shpejt, jo fashista, siç janë ca sot. Që e vendosin do të ngelin gjysmë e kurse dhe ngelin gjysmë e kurse. Që vendosin që 10-ën e marr vetëm unë dhe e merr vetëm ai 10-ën, s'ka 10 tjetër. Kështu që periudhën e lëndëve klinike kemi kaluar shumë bukur. Në atë kohë kishte një periudhë liberalizmi, çik. Bënim mbrëmje. Brisnim, bënim qef. Flas gjithmonë në atë kohë. Para 90-s, vitet 80. Aq qef sa mund bësh me 2 lekë në xhep. Po qefi ishte se ishim me njëri tjetrin. Patjetër. Bënim mbrëmje me një orkestër që ishte një daulle, si ato të pionerëve, dhe një filharmonik. Po të kishe një kitarë, pastaj ishte konsiderohesh disco pop. Kështu i kemi kaluar shumë mirë, unë kam marrë me rezultate të mira. Dhe në atë kohë, rregulli tjetër ishte që brenda 10% të studentëve më të mirë të kursit, zgjidheshin ata që mbaheshin si pedagog fakultet mjekësisë, ose si mjek ordinator në spital. Mua më ofrua një vend në një departament, ndërkohë që ne ishim përgatitur se në atë kohë kush mbaronte nga Tirana shkonte në Kuks. Kush mbaronte nga Durrësi shkonte në Peshkopi, pak a shumë. Dhe gjithë rinia e Tiranës shkonte në veri. Por në atë kohë doli ky rregulli, u aprovu një rregull, një ligj nga Byroja Politike e kohës që nuk do rihesh më shumë se 5 vjet. Kështu që unë dhe një 2 shokët e mi më të ngushtë filluam me rishim masat. Çat xhupat do blinim, çat çizmesh do merrim, se kështu ishte. Dhe në atë kohë dimrat ishin shumë të ftohtë në Shqipëri. Jo, sot është ngrohur moti. Sot njeriu shkon në veri për qef. Hap pult me kanatiere. Dhe pata një ofertë për një lëndë paraklinike, të cilën refuzova. Sepse nuk e refuzova. Pata një kështu nga dekanati. Dhe ndërkohë nuk e dija që profesori Josif Adami, që ishte shefi i katedrës së sëmundjeve të brendshme, kishte një mungesë akute, sepse 2 pedagog sapo kishin ikur në Francë për specializim, për mjek gastroenterolog. Dhe më kishte kërkuar mua, sepse në atë kohë këta që ishin shefa të mëdhenj të katedrave, këta kishin një autoritet, shkonte deri në nivel ministri. Jo se sot. Dhe kështu shkoi puna ime, pa pritur, pa kujtuar, kalova në 2-3 shkallë, sepse në atë kohë ishin rreziqe që ti mund të haje në bryl, se kisha thënë e llaf me në vend, ose sepse ai që donte atë vendin mund të kishte një mik më të fortë diku lart në komitet qendror, por që i shpëtuam këtyre gjërave dhe unë beta pedagog aty dhe kështu fillova. Fillova pedagog në gastro. Në atë kohë ishim 2 specialitetet të veçanta në një shërbim, gastroenterologji veç, hepatologji veç. Fillova me shumë vrull, me shumë entuziazëm. Me thënë drejtën, Josif Adami më promovonte, më mbante si çunin e vogël, se në atë kohë ai kishte ngritur një brez. Çfarë viti po flasim? 86. 40 vjet. 40 vjet. Në atë kohë ishte doktor Kujtim Bodinaku, që ishte mjaft i ri, dhe në atë kohë ai sapo kishte marrë dhe doktor Jovanin dhe doktoresh Adrianën në hepatologji. Kurse gastron e kishte të zbuluar. Dhe aty më morëm punë. Profesor, më vjen natyrshëm të pyes, janë 40 vjet punë, 40 vite edhe në shërbim me studentët. Në rast se do bësh një retrospektivë të studentëve në para 40 viteve dhe studentëve sot, a e gjen të njëjtën energji, të njëjtën dëshirë, të njëjtën emocion për të ecur përpara, apo shikon një brez më të komercializuar ose më të dhënë mbas teknologjisë se sa atëherë, si e gjykoni ju me këtë eksperiencë kaq të madhe? Në qoftë se unë do bëja një retrospektiv, shiko, kjo parasysh një gjë, unë fillova të jap mësim në moshën 24 vjeç. Dhe shumë studentë ishin pothuajse më shataran me mua. Ne në atë kohë bënim dhe zbore aksione. Dhe lidhjet e pedagogut të ri me studentët ishin shumë vllazërore. Pra unë studentët e asaj kohe, unë i njihja personalisht deri në masën, i njihja prindrit, i njihja
rrethim familjar, një fjalë, po diun. Ajo që mund të themi ishin që brezat e studentëve për një periudhë shumë gjatëkore kanë qenë ekselent në mjekësi. Kanë qenë shumë të mirë. Kishte plot që ishin një çik si kështu, tyta i thoshim ne. Po dominonin ata që lexonin. Kishte interes. Kopjohesh më pak. Pra, kopimi nuk ishte bërë sistem. Mua për shembull, studentët më donin shumë, vetëm një problem kishin me mua. Se cilja me kopju. Vetëm se nuk I çajnë dekanat, se në atë kohë ligji ishte po të kapesh me kopje, humbje një vit shkollën. Unë I merja kopjen, thosha I 4 për jashtë dhe mos u ndjema. Dhe mbyllesh midis ne të dyve ky mohabet. Por që nuk them dot, unë mendoj që mbas viteve 90, nga mesi viteve 90, ra niveli studentëve, sepse ra dhe interesi për shkollën dhe ra edhe interesi për të punuar në Shqipëri. Pra, kjo kriza e emigracionit ka filluar që në vitet 90, që atëherë njerëzit filluan nuk donin më, po nëse ti je I motivuar që ti jetosh dhe të punosh në Shqipëri, ti nuk je I motivuar as të lexosh si student. Sigurisht. Dhe notat që merresh aty atëherë nuk janë ekuivalente. Dhe çfarë na bën ne pedagogëve, të ulim stekën. Ulim stekën se ti japësh një notë çik më të mirë se nuk mund nxjerrësh ti një kurs të tërë pa vënë asnjë 10. Sigurisht. Ulim stekën. Pra, një student që vënë 10 sot, po ti ishte 30 vjet përpara do kisha 9. Pra ka një rënje. Por shoh që mund të them 5 vjeçari në fundit ka një tendencë ngritje. Ka një tendencë ngritje në një numër të kufizuar studentësh. Pra, nuk kemi një, si me thënë, nuk kemi një inkompetencë totale. Po kemi një ngritje, po jo totale. Kemi një ngritje, pra në gjenca student. Gjenca student në për grupe. Varet dhe nga grupet dhe ndodh ajo që brenda një grupi studentët nga njëherë ajo konkurenca e brendshme nxit pozitivitetin. Pra kur ka 4-5 student mirë, bëhen 7-8. Pse rrin me njëri tjetrin, shoh njëri tjetrin. Tjetra pastaj është dhe nxitja. Puna e pedagogëve. Nxitja është puna e pedagogëve. Është shumë e rëndësishme. Dhe që për mua për shembull që një nxitje e veçantë është pedagogu I moshës së re. Dhe unë prandaj angazhoj specializantët. Sidomos specializantët e 2 viteve të fundit. Unë të shembull e marr nga Amerika, unë kam shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë I ri. Dhe I shikoj atje se si bëhet mësimi. Dhe specializantët e viteve të fundit quheshin instruktor. Konsideroheshin siç janë mjekët ordinatorë në spitalet tona. Dhe I jepeshin grupet e studentëve. Pse? Sepse ai që në këtë moment është 27-28 vjeç, ka lexu vitet e mjekësisë, po lexon edhe gjatë kohës që është specializanti, dhe po lexon dhe po studion I ndjell nga unë dhe kur ta themi një fjalë turqe, në hyjmin tim. Pra unë e di çfarë produkti po nxjerr dhe unë e di çfarë produkti nxjerr ai. Dhe e vë të tregoj studentëve dhe kjo I vlen studentet dhe e përgatit më mirë se sa një pedagog indiferent që vjen thjesht për plotësuar në mësimit për të thënë zhyllafe ose di çfarë sot më dhëm kokë. Jo pamsh. Kështu që janë të gjitha studenti do durim. Studenti është si fëmija, do durim. Mua në herë më thonë, jo pa, I them, këtyre që janë pedagog më të rinj. I them, se më kujton vetëm kur isha I ri, unë bëhesha nervoz me studentët në herë. Edhe kapesha me studentët unë. Ishin kohë tjera ato, mund t'ishe kap edhe kështu fizikisht. Po tash I them, student, të kalosh çik me kështu. Një herë, 2 herë, po e çoj pastaj 3-4 pesë, më pastaj më herë për vetë dhe I dil për jashtë, mos dilun para syve në shtet. Po do ta tolerosh studentin si fëmijën. Profesor, le të kalojmë një pjesë tjetër shumë të rëndësishme. Në këtë emision ne kemi një qasje shumë të rëndësishme klinike për sa I përket rasteve punës tuaj klinike
në raport me ata që na dëgjojnë për të kuptuar tamam se si është të merresh me pacientin, të punosh me të prodhosh një diagnozë aty ku nuk duket një diagnozë apo të zgjidhësh një komplikacion kur ti nuk e mendon që ka një komplikacion. Në një karrierë kaq të gjatë, natyrisht më lind ajo pyetja e pacientit të parë. Ka shumë raste kur atë përballjen direkte me pacientin e mbaj mend, po sikurse ka raste që ndoshta nuk kujtohet, por ti kujton një rast në fillimet e karrierës tënde e cila ka lënë gjurmë te ty. A mund të kujtoni në një rast nga fillimet e karrierës tuaj? Kjo është pyetje shumë e vështirë. Është pyetje shumë e vështirë sepse ki parasysh dhe një gjë. Brezi im, si kurse disa brezë të tjerë, kanë pas fatin e madh që ne kemi bërë 2 vjet specializim ato i quhesh patologji e përgjithshme pra mjekësinë tënde. Pra ne jemi përgatitur dhe kemi punuar në pavione të shërbimeve të tjera. Dhe kështu që vitet e para të punës kanë qenë me një informacion, pra ne rimësonim sëmundjet e brendshme që i kishim bërë në shkollë. Dhe kjo na vlen pastaj për specialitetet, dhe unë jam i bindur që heqja e këtij lloji specializimi nga sistemi arsimor i mjekëve të rinj në Shqipëri ishte një nga dëmet më të mëdha që janë bërë mjekësisë shqiptare. Ata persona që e bën, unë nuk e di nga se unë nxiten që ta bënin, por kjo është një nga handikapat më të mëdha dhe një nga dëmet që është bërë. Mjekësia shqiptare ka pasur shumë kolpo gjatë këtyre, të themi, 25 vjetëve të fundit. 30 ndoshta. Dhe unë mund të them rastet më problematike të mia të parat kanë qenë jo të gastros, po në këto vende të tjera. Për shembull, unë më mend një rast që kur kam punuar në alergologji, unë isha me alergologjin, kam qenë shumë i lidhur, në atë kohë alergologjia ishte një kat më poshtë nesh, kat tret. Dhe s'kishte specializant të vetët. Dhe rrjedhimisht ne bënim shumë roja atje. Dhe kishim një vajzë shumë problem, një vajzë dursake, e cila ishte astmatike, po imagjinoni në atë kohë unë flas afër 40 vjet përpara, 38 vjet përpara, shumë pak mjetër kishte atëre në planin medikamentoz. Dhe unë ndamën ai do vdiste. Ishte 24 vjeç. Dhe rojti deri në mëngjes. Ishte si mrekulli që rojti deri në mëngjes. Dhe pastaj kur erdhi shefi, doktor Efet Priftani në atë kohë, erdhi dhe tha, sa mi që e mbajte, se të hikte i smurit, të hikte kështu, sa apen për sëtë. Tjetra ka qenë si episod në kardiologji, ne kemi bërë 6 muaj kardiologji. Dhe kur vajtëm, unë isha me i vogli grupit të specializantëve, se ishin gjithë më të mëdhenj se unë. Dhe i themi profesor Pandelit Shinës, i cili ishte shumë mik me babain tim, dhe ndërkohë unë isha specializanti i Pandeliut si nga sëmundjet e brendshme nga kardiologjia. Dhe i themi që shiko, se kardiologjia është shumë problem. A ka mundësi që ne të bëjmë muajin e parë, mos bëjmë roje? Dhe po tha patjetër. Ndërkohë ata kishin shumë pak specializantë të tyre. Ditën e 4 që ishim në kardiologji, më merr Pandeliu në telefon fiks në pavion, nga shtëpia, dhe më thotë, s'keri do bësh roje sot. Sot unë. Nga zia. Ditë e shtunë, mirë thash se në atë kohë punonim në shtunën. Dhe në atë kohë roja kardiologjisë kati parë, kati dytë dhe reanimacioni. 3 kate. 3. Sot janë 3 roja. Dhe për koincidencë, ato vjen një person shumë i rëndësishëm, me një sëmundje që unë mos e dija se nga binte, dhe kemi gdhirë për shëqyrë zotit, erdhi profesor Sabit Brokaj, ka ndet me mua të natën, kemi fjetur, ose kemi ndonjë pa fjetur, në ato 2 koltuqet e reanimacionit edhe... Pastaj kemi periudat më të këqija fare, do kanë qenë 97. A ka pasur situata në 97 që i kujtoni? Pa fund. Pa fund. Dash me ne diçka? Pa fund. Janë tragjike, nuk më vjen mirë që ju kujtoj, po janë situata shumë tragjike dhe ne ishim shumë lidhur me kirurgët. Sepse gastroenterologjia klinike është shumë e lidhur me kirurgjinë. Ndryshe nga hepatologjia që është me laboratorin për shkak. Ne jemi të lidhur me kirurgjinë abdominale. Dhe vinin atëre, po vinin lloj gjërash në atë kohë, në 97, vinin intoksikacione.
filluan të përdoreshin drogat. Binin plak plumje. Më vjen një makinë, 4 çuna. Ai që ngiste makinën, ndalon aty para urgjencës duke u dridhur i gjithë. Dhe i larë në gjak, i thashun çka ke? Thot, nuk fliste. Dhe bën me shenjë nga shoku vet që kishte nëse dilën ngjitur. Ati shokut vet, ai rinte sikur po flinte. Ati kishte hyrë plumbi në krah djath, që dalën në krah majt, dhe i kishte kaluar këtij para ballit, dhe kishte thyrë xhamin këtej, dhe ky ishte gjithi me gjithë çfarë materiale kishte dalë nga kafka e shokut vet. Ata dy mrapa e kishin rënë fikët dyve. Të shokuar. Po ishin atë 18 vjeç, 18 vjeç. Shumë drama kemi para atëra. Vdekje nga drogat. Në atë kohë, çelësat e morgut i mbante mjeku primar i urgjencës. Çelësat e morgut i mbaja unë praktikisht kur bëja roje primare në urgjencë. Kishim me një rip garzë, i mbanin si kalamet e vegjël që mbajnë çelësat në shtëpisë. Ashtu i mbanin. Dhe ndërkohë gratë, infermierët kishin frikë të çonin kufomën në morg. Kështu që ne mjekët, bashkë me infermierët çuna, merrim kufomën, kur na vinte e çonim. Kemi kalu periudha, domethënë. Po në raste të tilla për shembull, a ka patur një moment që edhe pse ka qenë situatë shumë e vështirë që kujtoni nga ato vitet vështira, domethënë prap është gjetë zgjidhja, është ndërhyrë, është zgjidhur ose ju është dash të jepi një ndihmë të menjëherë. Ajo që më mend unë në ato periudhë kanë qenë fatalitetet. Situatat shumë të shëmtuara. Kurse kjo ka qenë një periudhë shumë e keqe. Kurse për ndryshe pasaj, unë kur fillova nga gastroenterologji, ju përkushtova fillimisht kryesisht endoskopisë. Dhe rrjedhimisht unë kam pas fatin të punoj me profesor Besim Elezi, që ishte shefi kirurgjisë. Dhe ne bënim stafet bashkë. Dhe Besimi më donte, domethënë, në çdo të shtunë që bëhet stafi, më merrte më mbante afër. Në atë kohë nuk kishim aparate me video siç janë sot. Në atë kohë ishim me okular. Edhe ky ka qenë, vetëm se ajo që kuptova unë atëherë, unë e them sot, po jo të gjithë arrin të më dëgjojnë ose ta kuptojnë, është që edhe profesor Besim më thoshte. Nuk mund të jesh ti një endoskopist i mirë, nëse si e një klinicist i mirë. Bile edhe për kirurgun, dhe kirurgu duhet një klinicist i mirë. Brezi vjetër i kirurgëve, shumë kanë qenë klinicist shumë të mirë. Se për ndryshe, ti në endoskopi vë një diagnozë, ne themi sot atyre njerëzve që janë endoskopist, por nuk janë klinicist, nuk marrin vesh nga gastroenterologjia. Technician. Pra ti thua, është kështu s'është ashtu, po ti ndërkohë ti nuk e mjekon. Nuk e mjekon, dhe ti pastaj çfarë bën? Se mos që se punon në një sistem frutmarrës, ti thua, unë për këtë më paguajnë. Bëj endoskopin, vë diagnozën, mirë pafshim bashkë. Shko zgjidhe ke Gentiani. Më kupton. Por që mua më vlejti, sepse në atë kohë ne bënim 40 endoskopi në ditë. 40? Unë endoskopin e kam mësuar fillimisht në Shqipëri. Në Shqipëri në atë kohë kishte vetëm 3 endoskopistë të specializuar në Francë, që ishte doktoresh Flora Cane në spitalin tonë, në gastro, dhe doktor Bashkim Zykja dhe doktor Ilir Kajo në spitalin Shtarak, ku Bashkim Zykja ishte dhe shefi i gastrës. Dhe Josif Adhami më thot, shikon thot se do të mësosh endoskopinë. Se ti je i riu, ti do e të reqesh këtë karrocë, më thënë. Po. Dhe ai që ishte i predispozuar ishte Ilir Kajo, të më mësonte. Dhe unë kam shkuar 2 ditë në javë, shkoja të martë mërkur në spitalin Shtarak dhe punoja me Ilir Kajon dhe ai më ka mësuar mua endoskopin për një periudhë 3 mujore. 3 muaj, 2 ditë në javë. Kur dëgjojnë këta specializantët sot që rinë 6 muaj dhe s'mësojnë asnjë mos të më dhaf, asnjë gjë. I them, njeriu mëson për 3 muaj, jo për 3 vjet. Për kaq që kam mësuar, unë jam shumë i njohur si Ilir Kajo dhe sot e kësaj dite mes 40 vjetësh nuk e harroj. Ai më ka mësuar mua. Profesor, cili është rasti më
mbres lënës që ke pas në sensin e formatit të rastit klinikit ka ardhur në sensin e endoskopisë. Pra janë shumë endoskopi që keni bërë, po sigurisht ti veçon në një rast që ka ndodhur diçka ndryshe ose ndoshta një komplikacion procedurial ose një gjë që të Shiko, në endoskopia ka një gjë që ti e di si po hyn, po ti nuk e di se si do të dalësh. Dhe prandaj mjeku që merr përsipër të bëjë endoskopin duhet të jetë shumë i përgatitur. Dhe prandaj shumë nga mjekët, tash quajtur endoskopist, e fusin dhe e nxjerrin pa bërë asgjë dhe pa kuptuar asgjë. Unë në fillim të viteve 90, pata fatin unë shkova për Helicobacterian pylorit, jam i parë njeri që është specializuar për Helicobacterian pylorit në Shqipëri. Dhe shkova në Kopenhagen. Por në Kopenhagen, nga natyra ime shumë kurioze dhe që smëri ajo gjë në vend, shkova dhe u angazhova në endoskopi. Dhe në endoskopi pata një zotni burr që më mësoi mua skleroterapinë e varicave të ezofagut. Në atë kohë s'kishte ligatura. Varicet e ezofagut trajtoheshin me endoskopi. Dhe e futa këtë metodë në Shqipëri. Për e parë. Po ndërkohë pacientët ishin lloja soj edhe mund të ishin dhe shumë delikat dhe shumë problematik. Por, qëndrimi i familjarëve të pacientit në mjekut ishte, si mjekut ishte Zoti. Pra nëse unë i thosha familjarëve që ky është risku, familjari do më thoshte çfarë të ndodhi është në dorë tënde dhe të Zotit dhe s'kish pishmallëqe. Jo si sot. Ta thot sot dhe çon gjyq, çon prokurori. Dhe atëherë unë kam bërë shumë raste. Raste që kanë kalu kufit në sensin e kohës dhe unë nuk e besoj që po ti ekspozoj në Europë, në botë, do t'i besoj njëri, do thonë janë gënjeshtra. Raste që kam 20-30 vjet që i ndjek me skleroterapi, kur afati i përgjithshëm është 2 vjet jetë. Një nga këto ishte një djalë i ri dhe më bën një hemoragji, po të jashtëzakonshme në endoskopi e sipër. Do të thënë kohën që unë po e shikoja se ishte diagnoza relativisht e dhënë, ai bën një hemoragji dhe hemoragji ishte arteriale, që shkonte nga një krah në krahun tjetër të aparatit tretës, sikur të ishte një spango e kuqe që rinte kështu. Të tërë utronu. Dhe unë i them, ti bëjmë një fotografi të mirë. Dhe të gjithë më haronin, pastaj mbrapa, më thanë mua, si e mbajte? Dhe pastaj trajtuam dhe ai djali shpëtoi. Shpëtoi për një infarkohe, pastaj ato e morën sepse ai nuk ishte hemoragji varicet nga ciroza, po ishte nga hipertensioni portal dhe e morën në Itali dhe unë nuk e di ç'u bën atë më pas. Po të paktën, në këtë episod, në këtë moment jetës vetë shpëtoi. Kjo ishte një nga ato. Tjetër pastaj ka ndodhur më plot gjëra se thash edhe një herë në endoskopi kur futesh për të parë gjë dhe deli gjë tjetër. Ka qenë një vajzë shtatzën, një grua praktikisht, po shumë e re, 17-18 vjeç. Po në periudhën e shtatzanisë bëjnë gur në tëmbë një pjesë shumë. Dhe kjo bën një iktër duke qenë shtatzën. Jo operohet, jo s'operohet, po ti fusim një endoskopi, tash unë ta shohim nga brenda. Kishte një gur të madh të zi që kishte ndaluar më në nivel të sfinkterit të odit. Sigurisht ne s'kishim asnjë pajisje për të bërë një sfinkterotomia, një gjë tjetër për ta liruar. Kështu që unë me një pincë biopsie, të thjesht për të marrë biopsi, i erdha rrotullat i gurit, i erdha rrotull e hëngra atë sfinkterin e odit shumë nga jashtë, si ai që e ha kështu me thua, dhe asaj vajzës i doli guri, i ra ikteri, edhe ishte bëri një lindje dhe pastaj bëri kolestestomin. Ka plot gjëra. Unë përpara i regjistroja këto, i mbaja të regjistrua, bile duhet i kem diku të regjistruara shumë raste që ishin kështu specifike, po tani ikin vite dhe njeriu sa më shumë punon, aq më shumë akumulon, por nuk i mban dot vetëm, duhet një ekip, unë kam parë në vendet që kam shku, duhet një ekip që t'i mbaj gjërat. Aq më tepër që unë me natyrën time thash,
Kam bonu shumë vite me Helicobacter pylorit. Tash ti u bën një 10 vjeçar që po punoj me thunë inflamatore të zorrës, me rezultate shumë të mira, të krahasueshme me gjithë vendet e tjera ballkanike, bilet me ato perëndimore, me protokolle shumë të qarta dhe por çdo gjë do një punë, domethënë. Është unë në moshën që jam, unë lexoj 2 orë në punë, edhe 2 orë në shtëpi të paktën, domethënë. Profesor, më troqi vëmendje në fakt një shprehje juaj që thatë dikur familjarët dhe pacientët ju dorëzoheshin ju dhe Zotit. Ju si mjek, si profesor, jeni hasur me raste ku jeni drejtuar, keni thënë kjo tashmë është në dorë të Zotit, apo nuk besoni që ka një fuqi të mbinatyrshme në raportin e trajtimit të një pacienti dhe atriboni gjithçka mjekut, personelit shëndetësor që është në raport me pacientin? Unë mendoj edhe një herë, mendoj që si gastroenterolog flas gjithmonë, pa hyrë në specialitete në fusha të tjera. Ne jemi të lidhur me kirurgjinë. Po erdhi një situatë shumë akute, është e lidhur me kirurgjinë. Po erdhi një ecuri lidhur me sëmundjet tona, siç është për shembull sëmundja inflamatore, që nuk dihet çfarë rrugë merr. Ose edhe në një gjë tjetër, që nuk është gjithmonë dhe vetëm kirurgjikale, por varet shumë dhe nga ne në planin e gastroenterologut. Ajo që unë pres nga pacienti ose nga familjarët e pacientit është që të ketë një besim në planin e mirëkuptimit, që gjëra do ecin mirë ose nuk do ecin aq mirë, askush nuk i ka të gjitha në dorë. Se po të ishte kaq e kollajshme, do ishin shpikur të gjithë ilaçet e mundshme. Dhe doktori bile do kishte dalë fare nga përdorimi. Dhe njeriu lexonte internetin, shkon në farmaci, merrte ilaçin, shkon në shtëpi. Por ne jemi që të administrojmë sa më mirë tjetë e mundur çfarë arsenali ka aktualisht për këtë patologji. Ajo që s'm pëlqen mua dhe që është e pashmangshme, është qëndrimi ndonjëherë negativ i familjarëve. Para gjykus ose pas gjykus. Jo gjithmonë kanë faj. Bile shpesh kanë të drejtë, më vjen shumë keq. Se ne kemi edhe raste të kolegëve tanë që jo gjithmonë sillen në mënyrë, të themi, profesionale, të përshtatshme. Por, në qoftë se familjari të mban nën presion, të mban nën dyshim, ka mosbesim, atëherë të pret krahat. Pse? Se ti mund të, edhe në një situatë dëshpërore mund të bësh një veprim më të guximshëm, që dhe duke kalu protokollet sikur se e kam bërë unë në 20 vjet të parë të punës time. Tashi, jo gjithmonë do ecë mirë. Por familjarët do thotë, më fal, tashi që ecë keq, pse ke baba im me gjeti të ecë të keq. Kështu që është një çik probleme, është. Plus që është dhe psikologjia e përgjithshme, keni sa më shumë afrohemi ne me Oksidentin, aq më shumë marrim gjërat e mira dhe tabiatet. Gati prokurori, gati avokati. Profesor, dhe të kalojmë një hapësirë tjetër shumë të rëndësishme. Ju jeni një tashmë profesor me kaq vite karrierë dhe në këto vite keni hasur njerëz që ju duan, njerëz që nuk ju duan, njerëz që ju hapin borxh, njerëz që ju shqetësojnë. Dhe si do të reagonit dhe cili do të ishte mesazhi juaj ndaj të rinjve që na ndjekin? Si reagoni ju kur kuptoni që dikush ju shfrytëzon ose ju përflet ose ju thotë diçka jo të vërtetë për ju? A reagon emocionalisht, a e kontakton apo e lë të rrjedhë? Haroja. Asnjëherë njerëzit nuk do flasin mirë për ty. Një nga gjërat që nuk të falin është suksesi. Nuk të falin. Dhe ata njerëz që ti ke menduar që mund të ishin një çik dëshamirës, në atë moment, pra, haroja. Një nga gjërat që i them unë njerëzve që kam afër, me cilët unë punoj, ose përpiqem t'i edukoje, sepse dhe mënyra ime është jo gjithmonë rezultative, është që te çdo njeri shif atë që ka të mirë. Mos u kapke defektet. Se po të kapesh ke defektet, shif vetëm pasqyrë. Edhe vazhdo pastaj. Pra, shif ke të tjerët, çka kanë më të mirë. Në qoftë se të tjerët në të kundërt ndaj teje
fillojnë të nxjerrin këto gjërat e tjera, harroj. Pse? Sepse në jetën tënde ti asnjëherë nuk do të bësh qefin tjetër. Bile është e kundërta, në momentin që ti, ose në periudhën, se s'është moment, në periudhat që ti sillesh duke ardhur rrotull që ti bësh qefin, ti bësh qefin gjithëve, do humbësh personalitetin, do humbësh dinjitetin, dhe të gjitha ata njerëz me të cilët nuk paramiqësohesh sot, do të nxjerrin gjuhën mbrapa kurrizit. Atëherë, mbaj qëndrimin tënd, shijoj veten pasqyr, rri rehat me veten tënde, dil dhe thuaj atë që të vjen për të thënë, topat e ziftit do t'i hash mas kurrizit. Po këto do të forcojnë kurrizin, unë personalisht që kur mbaj mend topa e ziftit kam ngrënë. Është e pashmangshme. Asnjëherë nuk do të jenë njerëzit dakord me atë që bën ti. Asnjëherë. Profesor, kjo ishte një këshillë zakonisht shumë e bukur. Po ashtu, profesor, do doja të pyesja në lidhje me realitetin tonë, me vlerat njerëzore. Çfarë të trishton më shumë te ke njerëzit? Mendjevallësia, arroganca, mosmirnjohja, sjelljet e ulta, tepria në sjellje. Çfarë është ajo që të shqetëson më shumë ti? Ignoranca. Ignoranca totale. Ka një këngë Adriana Celentano, nëse e dini kush është. Se dhe kjo është pjesë e diturisë ose ignorancës. L'ignoranza vestita in frak. Dhe dominon në sot në vendin tonë. Njerëz që është të shtirur, trubosh. Dhe sa më trubosh janë, dhe sa më shumë shtiren, aq më shumë të urrejnë. Në qoftë se 15-20 vjet përpara bëja një diskutim në një aktivitet shkencor dhe thoshe kjo s'është kështu, po është kështu. Dhe ai tjetri thoshte jo s'është ashtu, po është kështu. Dhe në fund fare ti dilje pije një kafe dhe debati o mbyllesh aty o vazhdonte edhe në tavolinë. Ke kafja. Sot po t'ia thuash njeriu të thotë sa burilik. Pse? Sepse duke qenë se mediokriteti ka një gjë. Ti nuk mund të kesh një mjeksi ekselente kur ke ekonomist mediokër, kur ke arsimtar mediokër, kur ke mësimdhënës mediokër, etj. Dhe çfarë ndodh? Mediokritet ka pas gjithmonë, nuk është që lindi mediokriteti pardje. Por njerëzit mediokër ishin relativisht të veçuar dhe rinin në low profile dhe nuk diheshin. Sepse kishin frikë se po ti jepshin gojë, si kuptohesh, ose ata të tjerë thoshin, tash ti çfarë bëti po ç'është më dolli këtu. Tash mediokriteti lidhet. Në qoftë se keni mbani mend nga mikrobiologjia, se si lidhen ato bakteret që bashkohen me njëra tjetrën dhe krijojnë koloni. Ja këto bakteret mediokre krijojnë kolonitë mediokre. Dhe këto të rrethojnë. Kjo është një filozofi, nuk është e re sot. Këtë ka thënë kryetari Mao. Qofse dini kush është Mao Tse-dunin. Fshati të rrethoi qytetin. E ka thënë këtu 50 vjet përpara. Ky është fakt në kohë që jetoj. Po, kolonit e mediokritetit. Pa njerëz mediokur që marrin organizohen me njëri tjetrin dhe pastaj një njeri që është normal ose do të bëjë një gjë, është një minoritet. Dhe çfarë bën? Hesht. Ikën nga Shqipëria. Ose ikën. Ikën. Dhe çfarë thonë të tjerët? Sa gjëna, pse ikën njerëz nga Shqipëria? Ja ti po I të bën nga njerëz nga Shqipëria. Si drejtues, si staf, si organizim, si ku diun. Ti po I të bën nga njerëz nga Shqipëria. E ndonjëherë profesor, jam më I ri se ju dhe dëshmoj në realitetin që na rrethon, është e habitshme sepse në momentin që njerëzit të tillë të cilët janë pjesë e këtij mediokriteti kanë edhe pozicione drejtuese, bëhet akoma dhe më e vështirë funksionaliteti I njeriu që ka ide, që ka përparim, që ka kulturën për të çuar gjërat më parë. Ai kthehet në armik? Kështu që është ai kthehet në armik? Bëhet shumë e vështirë funksionimi më pas. Po. Profesor, ka gjithmonë fjalë bukura, fjalë të ëmbla, të cilët nëna dhe babai jonë gjithmonë na ka dhënë për të na bashkëshoqëruar në jetë. Ka disa
lejtmotive që jetojnë me ne dhe ne i mbajmë me vete. Çfarë është ajo këshill e bukur, ajo fjalë që jeton me ju, ndoshta nga nëna ose nga babai dhe që ka bërë shoqëruar në jetën tuaj? Unë nuk kam qenë gjithmonë dakord me nënën dhe babain tim. Për të mos thënë që ata kishin probleme me mua, në sensin që në syrin e tyre unë isha një çik tepër i pavarur dhe jo shumë i bindur. Dhe lejtmotivi i tyre ishte studio, puno, studio. Mua ky lejtmotiv nuk ka humbur. Por duke qenë se prindët e mi kanë jetuar dhe punuar në një botë tjetër nga kjo që po jetojmë sot, ne nuk mund të krahasohemi në sensin e plot të fjalës. Atëherë, unë mbasi personalisht kam kalu periudha shumë të hidhura dhe stresante në jetën time. Unë do të shtoja këtë që është absolute studio dhe puno. Sidomos në qoftë se edhe po s'je mjek. Çdo që t'jesh. Marangoz t'jesh. Këpuc bërësh t'jesh. Unë kam respekt për çdo lloj profesioni. Mos harroni që endoskopia është manufakturë. Është profesion dorë si shkëpucaria, qendistaria, rrobaqepsia. Prandaj ka endoskopistë që mbeten në një nivel mediokër sado që punojnë. Merret një këpucar, vëret punoj 50 vjet. Ai pari të një nivel aty do ri. Pra, faktori që ai investon punë nuk e ndihmon atë të rritet më. Pse? Se është punë e trurit. Është inteligjenca. Se përndryshe, ne nuk do të dallonim nga njëri tjetri. Ajo që na bën të dallojnë jetën e përgjithshme, humane, njerëzore, është inteligjenca. Po nga ana tjetër, kjo inteligjencë do vaditur me punë. Njeriu do të lexojë, pavarësisht çfarë punë bën. Po sidomos mjekësi. Thoshte Indjeri Gazvend Velçani, që e kujtoj me shumë respekt, në mënyrë figurative thoshte, doktori duhet të jetë prift. Në kuptimin që siç është prifti që s'ka asgjë tjetër veç se lexon ato, ja, në këtë kuptim e kishte ai. Pra që jetën e vet personale ta sakrifikoj. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Një mjek jetën e vet personale nuk mund ta ketë tërësisht personale, siç e ka një ekonomist që i vë çelsin derës së zyrës në mëngjes dhe ja vë çelsin prapë në ora 4 pasdite dhe aty fillon jeta e vet edhe shtunë diela. Doktori ka sakrificë. Pra duhet të lexojë dhe të punojë. Dhe ti punon sa dush, po ti në mënyrë empirike nuk fiton dot, po s'lexove. Ti duhet të lexosh ato gjëra që shef në jetën, si është ky filxhani, ato gjëra ti duhet i lexosh ta dish se si është bërë ky filxhan. Çfarë materiali ka dhe si është illustruar. Dhe si është shkruar kjo podcast i përsipër. Por ama tjetra, që i mungon të prindërve të mi dhe që unë e them, jeto jetën. Gje e kohën të jetosh jetën. Gje e kohën të angazhohesh me familjen tënde, me të dashurën tënde, me të dashurin tënde, me fëmijët e tu, harxho kohë për veten tënde. Sepse po s'deshe veten, ty s'të do njeri. Dhe nga ana tjetër, dhe në qoftë se s'të duan ca njerëz, ti prapje mirë. Shijo një ditë me diell, shijo një ditë në det, për mua në det, se të tjerë tonë malin, po unë edhe mal shka me qërë, po, me se njitëm. Kurse me detin, unë ta di, sikur mos i kem këmë të fare, unë notin e bëj. Kështu që jeto jetën. Prandaj dhe fëmijëve të jonë, i kam thonë, bëj qatë dush. Vetëm bëj një gjë që ta bësh me dëshirë. Profesora, ka diçka që i friksohesh në jetë, diçka që të trëmbë? Jo, tash jo. Unë kam vdek një 2 herë, kështu që tash jo, nuk kam frikë. Nuk kam frikë më nga asgjë. Do të thonë, ka se mund të kem frikën. Unë thash kam vdek një 2 herë, kam dalë prapë sipërfaqe. Po, njerëzit do vdesin në fund. Njerëzit ka vdekje ka. Njeri normal. Se bima s'ka frikë nga vdekja, se nuk e di. Kështu që unë nuk kam frikë. Pastaj njeriu ka frikë nga gjithë gjërat mizerabile dhe të pavlera.
Pra, kam frikë nga gruaja, ka frikë nga komshin që ka frikë nga shefat. Të gjitha këto duhen nxerruar. Njeriu s'do të ketë frikë nga asgjë. Vetëm nga vdekja për ata që janë të rinj që s'duhet të vdesin. Dhe sigurisht nga vetja e vet. Sepse nuk ka kritizer më të rëndë dhe më të sinqert dhe të pashmangshëm se vetja jote. Është ajo pasqyra atje që kur shkon ti, nuk shkon vetëm për të krerur flokat në mëngjes. Ajo vetja që vetë shef atje thotë, çfarë bëu burrë se lënon. Ja kështu, unë s'kam frikë asgjë. Në këtë moment jetës time, as tunet ditë fare, domethënë. Unë kam vetëm kënaqësi. Kam kënaqësi të kem njerëz të mirë rreth vetes, kam kënaqësi të kem doktorët e vegjël që kam rreth rrotull, që edhe kjo konferencë jote ka një 5-6 referime. Kam kënaqësi që të kem, pra, të shoh të mirën ke çdo njeri që më raton. Profesor, nëse dikush tani të telefonon dhe të thotë kërkojmë që të na japësh një kontribut në politikë, në këtë kohë, në këtë moment jetës tuaj, me këto tamam enciklopediet mendimit që ju ke. Dëgjoj. Do bëja të hap batalje. Dëgjoj. Unë në mënyrë indirekte e kam pasur shumë vite përpara, në një moment që mund të ishte dhe veli ngritur lart dhe lavdia. Babajin tim e thirrën njerë këtu e vite përpara, se tash i jeton. Dhe mama ime thot, po merre thot, se ke parasysh ishte dhe pozicioni, ti je deputet. Edhe pensioni. Njohën sa deputet që kanë folë gjuslafi, e kanë pensionin më madh se profesorëve. Edhe që i thot baba im, ishe në atë kohë një televizor që jepte kështu emision me këto, dhe i thot, hajde në qik këtu, i thot, në asime. Edhe mbajte 5 minuta atë emisionin e kësajt, parlamentit. Ta merë mëndja të tjemë në atje, dhe digje këto të shanu, ju vdest. Jo, ta nuk duroj, më thot mua njëri jo kështu, jo, ta nuk duroj. Dhe unë një pata para shumë vjetësh, edhe, jo, nuk bëhet fjalë. Ta që si që jemi njëri, jo, absolutisht, jo, nuk bëhet fjalë fare. Jo, unë mendoj që shoqërisë njerëzore, në të mire në të keq, i kam dhënë mjaft. Kush e ka vlerësu, e ka vlerësu. Kush vazhdon të gjojë Topazifti, është e mirë pritur. Më është trashur ajo gjëja. Dhe, jo, unë nuk bëhet fjalë. Në asnjë mënyrë. Profesor, do doja po ashtu të pyesja në raport me, le ta quajmë mbylljen e një cikli të rëndësishëm siç është dalja në pension ose shkëputja profesionale. Si do doje që të mbahesh mend nga njerëzit, nga pacientët, nga rrethi teje profesional flas në jetën tënde? Shiko, unë nuk e komandoj dot se si do më mbajnë mend të tjerët. Kështu që unë kam bërtimen. Se më mbajnë mend është punë e tyre. Por, vetë me vete, me sa e shoh këtë periudhën e fundit, jam i paralemruar për një gjë. Sa më mediokër janë brezat që vinë, aq më të bindur janë që profesioni filloi ditën që lindën ata. Pra, juve tash i dëgjuat që unë përmenda profesori Lipopën, i cili ka 20 vjet që ka vdekur. Po të ishte gjallë, sot do ishte 100 vjeç. Josif Adhamin, Pandelicinen, edhe të tjerë. Njerëz si unë që të kujdojnë këta profesorët e tyre të parë, nuk do gjesh shumë në për intervista ti. Sa më të rinj që t'jenë, aq më self-made janë, ose e konsiderojnë vetën. Dhe ky është dhe arsyeja pse kanë një nivel gjithmonë e më të ulët. Profesor, kështu që s'pres gjë unë të më kujtoj njeri, nuk pres të më vën emrin me një... Unë shpresoj që të rroj sa të kem njerëz rreth vetes, siç janë doktorët e rinj, pacientët që vinë ke unë, vinë ke unë. Thjesht se vinë ke unë, kaq.
Profesor, ne dal nga dalim afër fundit të emisionit dhe në pyetjet time të fundit si traditë e këtij emisioni do doja të kërkoja një mesazh drejtuar të rinjve, një mesazh të fundit që do doni të linit në këtë emision si një këshill drejtuar të rinjve. Librin. Luftë kundër ignorancës. Me lexu në sensin që me lexu çdo gjë, jo vetëm në radhë parë në planin profesional, po edhe në atë jo profesional. Me lexu romane, me lexu libra, pasurojnë shpirtin, pasurojnë fjalorin. Ka njerëz që presupozojnë që janë shumë të aftë profesionalisht, po ndërkohë nuk din të japin një leksion, se s'kan fjalor, se nuk din të flasin, se s'kan gramatik, se nuk din si shtjellohen foljet. Pra, ajo që them unë është libri. Libri, jo celulare, jo gjëra të kapura të gatshme nga kompjuteri. Librin, me lexu sa më shumë, çdo gjë. Çfarë tjetë? Profesor, të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë. Ndër ato biseda që unë jam shumë i kënaqur dhe shumë krenar që kam një brezi student juaj, edhe që jam Faleminderit. Pesia e zakonshme që të ndalim bashkë këtë podcast dhe këtë mendime. Faleminderit. Duke u falenderuar gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin.